Vërtet dëshiron hakmarrje? A ndjen se ata që të kanë lënduar meritojnë të përjetojnë të njëjtën dhimbje? Dëshiron të shohësh të qajnë ashtu siç ke qarë ti, të bërtasin nga dhimbja siç ke bërtitur ti. E kuptoj, është tunduese. Për një moment duket sikur një hakmarrje e tillë do të japë qetësinë shpirtërore. Ndoshta ndjen se vetëm atëherë do gjesh qetësi dhe lumturi. Por më dëgjoj me vëmendje çfarë do të them. Hakmarrja më e mirë është suksesi, jo të bërtasësh, jo të luftosh kundër tyre. Jo të dëshmosh vete njerëzve që tashmë ta kanë dëshmuar se dëshirojnë të të keq kuptojnë. Nuk i lufton dot gjarpërinë duke u zvarritur në tokë, por ngrihesh aq lart sa ata të mos mund të arrijnë atje ku je ti. Edhe kur të tentojnë të arrijnë, do të asfiksohen, do të ndalet fryma nga mungesa e oksigjenit. Këtë bën suksesi, të vendos në një botë ku armiqtë e tu bëhen të parëndësishëm. Nuk i shkatron duke reaguar, por i fshin duke u bërë e paprekshme. Çdo minutë që ti kalon duke menduar çfarë ata të kanë bërë ty, sa të padrejtë janë treguar, është një minutë që ato e marrin nga ti dhe për hir të së vërtetës ti nuk mund ta lejosh këtë gjë, sepse tashmë kanë marrë mjaftueshëm nga ti. Morën kohën tënde, morën qetësinë tënde, morën përqendrimin tënd. Është koha ti marrësh të gjitha mbrapsht. Jo përmes përballjes, por përmes transformimit. A të lënduan? Po, nuk po e mohojmë këtë. Por a e kanë ata fjalën e fundit? Sigurisht që jo. Fjalën e fundit e ke ti, dhe ajo duhet të jetë aq e zëshme që të mos e dëgjojnë. Ndërkohë që ata përshpërisin emrin tënd në dhomat e xhelozisë, ti po ndërton perandori në heshtje. Tani ti nuk je as e nevrikosur. Ti je zën, nuk ke nevojë të bërtasësh njerëzve që të lanë pas. Nuk ke nevojë të ju arikujtosh se çfarë të kanë bërë. Ata kanë qenë më se të vetëdijshëm për veprimet e tyre. Ti lër shkëlqimin tënd të flas në vendin tënd. Ti tani ec në përdhoma që ata asnjëherë nuk e kishin menduar se e ke vendin aty. Ti rrezaton mirësi që ata as në ëndrat e tyre nuk mund ta shohin. Ti jeton një jetë ku ata nuk kanë qasje. Kjo është hakmarrja e vërtetë. Kur ti rritesh përtej asaj që ata kishin menduar, ata detyrohen të shohin nga distanca. Duke thënë me pendes se nuk duhet të nënvlerësonin. Kjo s'ka të bëjë me egon, kjo ka të bëjë me vetë respektin. Është aftësia për të kuptuar se gjëja më e rrezikshme që mund të bësh njerëzve që kanë tentuar të nënvlerësojnë, të thyejnë, është të mbijetosh, dhe jo vetëm të mbijetosh, por të lulëzosh. Tradhtinë e tyre ti përdore si lëndë energjie për shkëlqimin tënd. Përdor çdo plag si shkallë. Çdo ofendim të tyre shfrytëzoje si arsye për të shtyrë para. Nuk duhet thjesht të ngjitesh, duhet të lançohesh me forcën e anijeve kozmike kur marrin rrugën për në hapësirë. Sepse gjithmonë kur dikush ka dyshuar tek ti, në fakt të ka dhënë karburant. Sa herë janë larguar, të kanë pastruar rrugën. Sa herë janë munduar të bëjnë të ndjehesh e vogël, kanë nënvlerësuar bishën brenda teje. Dhe tani ti nuk fundosesh më. Ti ke zënë vendin tënd. Tani ti ec me atë zjarrin në gjoks, duke e ditur shumë mirë se ti tani je stuhia që ata asnjëherë nuk e panë se po ju vinte. Ata menduan se dhimbja do të të shkatroj. Ata menduan se dështimi do të jetë përkufizimi yt. Ata menduan se heshtja jote nuk kuptonte se ti je mposhtur, por ti në fakt thjesht po bëhesh e gati. Ti thjesht po mprehje mendjen tënde, vizionin, fuqinë. Dhe tani ti nuk luan më në mbrojtje. Ti tani dominon. Le të shohim fytyrën tënde në vende ku mendonin se ti nuk do të arrije asnjëherë. Le ta dëgjojnë emrin tënd për suksese që mendonin se nuk do i arrije asnjëherë. Sepse historia jote nuk mbaron me ata, por fillon me atë që do të bësh më pas, jo për shkak të vrerit, por për shkak të qëllimit që ti ke. Jo për shkak të mlefit, por për shkak të fokusit. Ti e lejove dhimbjen të bëhet shkëndi, por ama je ti që e ndeze zjarrin brenda teje. Suksesi nuk është vetëm para, ndjekës, pozit. Sukses është paqja shpirtërore. Sukses është liria. Sukses është të zgjohesh çdo mëngjes,
Dhe të dish se ti nuk do të ndryshosh për shkak të njerëzve që nuk mundën të përballojnë dritën tënde. Suksesi është të jesh aq e sigurt në njeriu që ti e bër, aq sa miratimi i tyre për ty nuk duhet të ketë asnjë rëndësi. Kur ti të arrish në këtë pikë, ti atëherë ke fituar. Atëherë bëhesh e paprekshme ose i paprekshëm. Prandaj ky është momenti kur ti e kupton se hakmarrja më e mirë nuk është diçka që ti bën, por diçka që ti je. Ata donin që ti të mbetesh e thyer. Ata nuk e prisnin që ti do të ngrihesh përsëri në këmbë, se do të buzëqeshje përsëri. Ata nuk të panë se si ti rindërtoheshe në hije. Nuk të panë duke luftuar betejat me të cilat ti u përballe vetëm. Por ti gjithsesi vazhdove të ngrihesh, të gjesh forcë të arrish atje kudo. Dhe tani ata nuk të arrin dot, jo sepse ti i ule ata, por sepse ti ngrite veten aq lart sa ata tani kanë nevojë për teleskop për të dalluar. Ti e dominove dhimbjen, ti i dominove gënjeshtrat, ti krijove një version tëndin të ri i cili tani nuk ka më nevojë për miratim, nga ata që nuk donin të lënë të fluturosh. Ata u përpoqën të përkufizojnë ty sipas momentit tënd më të keq. Ti e ridefinove veten përmes një rritje të pandalshme. Tani ata janë bërë audienca jote ndërkohë që ti dominon skenën. Lëri të mbyten në qetësinë tënde, lëri të mbyten në pendimin e tyre. Sepse personi që ata u përpoqën ta varrosin, u shndërrua në një forcë që ata nuk e fshin dot. Pra ti nuk ke nevojë të dërgosh një mesazh. Ti vetë je mesazhi. Çdo nivel që ti arrin është një rikujtim se ata e kanë pasur gabim. Çdo arritje që ti bën është një provë se mungesa e tyre nuk të ka ndalur, të ka përshpejtuar. Ti tani nuk vrapon drejt tyre, por vrapon pranë tyre duke i tejkaluar me shpejtësi. Ti nuk ke nevojë të shpjegosh suksesin tënd. Ti thjesht e përqafon atë. Dhe kjo po që është hakmarrje e vërtet. Kjo është fuqi. A të kujtohet në fillim të kësaj videoje kur të thash se është koha të marrësh mbrapsht çdo gjë që të kanë marrë ata? Ja pra, këtu ti merr çdo gjë që ata e morën me qëllimin për ta shkatruar, dhe kështu ti ndërton një jetë që ata nuk mund ta prekin asnjëherë. Suksesi nuk është thjesht hakmarrje, është ringjallje, dhe ti je prova se askush dhe asgjë nuk mund të ndalë një shpirt që refuzon të heqë dorë. Ndërkohë që ata mendonin se të kanë thyer, në fakt të kanë dorëzuar armën më të mpret që ti ke pasur ndonjëherë, dhimbjen. Dhimbja nuk është burgu yt, është fuqia jote. Nuk është dhimbja ajo që të ka mbajtur në vend, që të ka frenuar. Dhimbja në fakt është ajo që krisi gëzhojën tënde nga ku doli ky version i joti. Ti tani je më i fortë se dje. Ti tani je sheh qartë rrugën tënde. Nuk të japin aprovim të gjithë. Dhe çfarë pastaj? Ti duhet të zgjedhësh fjalën e kujt ka peshë tek ti. Ti duhet të shohësh se nga goja e kujt po dalin fjalët që dikur të kanë lënduar. Fjalët tek ti duhet të marrin peshën e personit që i thot ato. A do ta dish vërtet se çfarë është dhimbja? Dhimbja është forca që shndërron qymyrin në diamant. Është stuhia që të bën të mprehësh shpatën tënde në errësirë. Është mësues që nuk gënjen asnjëherë. Dhimbja nuk të shkatron. Ti shkatron përmes saj. Ata të lanë, të tradhtuan, të braktisën kur ti kishe nevojë për ata më së shumti. Dhe po, më beso, të kuptoj, e ke ndjer atë dhimbje shumë thellë. Shkatron çdo gjë që ti mendoje se ka bazament të fortë. Por ja, ti akoma merr frym. Ti je akoma këtu. Dhe kjo është fuqi. Kjo është shenja e parë se dhimbja jote nuk ka fituar. Fakti që ti po qëndron akoma në këmbë është dëshmi se ajo që kishte për qëllim të shkatroj, në fakt ka dështuar në punën apo detyrën që kishte. Dhe tani ti nuk je thjesht duke mbijetuar, je duke jetuar jetën tënde ashtu siç ti do, ashtu si ti ndjehesh e lumtur. Çdo lot që ti derdhje ishte duke ndërtuar diçka brenda teje, diçka të fuqishme. Çdo natë që ti ke vënë në pikpyetje vlerën tënde, çdo mëngjes që ti je zgjuar me asgjë tjetër pos peshës në gjoks, ke qenë ti duke kaluar procesin që do të të bënte të pandalshme. Ishe ti duke mësuar veten të ecësh me plak të shëruara, pa e vënë re askush. Dhimbja të bëri private,
Të bëri të fuqishme, të bëri versionin që nuk di të heq dorë, versionin që nuk ka nevojë për një turm që të ndjehet se është luftëtare apo luftëtar. Qetësia krijon një metamorfozë. Bota të mëson të bërtasësh për të treguar veten, të jesh e zëshme për të dëshmuar vlerën tënde, por njerëzit më të fuqishëm që unë i njoh, ata nuk flasin shumë. Ata lëvizin në heshtje, ata punojnë në heshtje, ata ngrihen në heshtje. Ti tani po bëhesh dikush që nuk ka nevojë të paralajmërojë shkëlqimin që po merr, dikush që nuk poston çdo hap. Heshtja jote nuk do të thotë boshllëk, do të thotë eksploziv. Është frymarrja e thellë para hungërimës së madhe. Ata të konsideruan të dobët kur ti ndalove së foluri, ata të konsideruan të ftohtë kur ti ndalove së shpjeguari, por ajo që ata nuk kuptojnë është se heshtja jote nuk do të thotë se je dorëzuar. Ti po kurseje veten, po e mbroje atë, po e zgjedhje në vend të zhurmës. Ti tani e ke kuptuar se paqja vlen më shumë se sa ti shpjegosh dikujt qëllimin apo këndvështrimin tënd. Ajo energji është e shenjtë. Nuk janë argumentet ato që ndryshojnë mendjet e njerëzve, janë rezultatet. Ti u lodhe nga i njëjti cikël, nga të njëjtat kërkimfalje të rrejshme që të bënin, nga bisedat në fund të cilave nuk nxirrje asnjë rezultat. Ti e preve kordonin me shumë qetësi dhe ajo heshtje të shpëtoi, të riktheu në jetë. Ti nise të fokusohesh përsëri në drejtimin tënd, në shërimin tënd, në qëllimet e tua. Ti nuk e kontrollon më adresën e atyre që dikur ishin të rëndësishëm për ty. Ti tani nuk pret më për një mesazh që prisje dikur. Ti ndalove së përsërituri kujtimet në mendjen tënde. Ti tani e ke të qartë se kush je, arrin të njohësh më mirë veten. Ti nuk je ajo që mendojnë ata. Ti je ajo apo ai që do ti, që zgjedh të ndërtosh. Kur heshtja jote të përfundoj, kjo nuk do të ndodhë përmes zhurmës, por përmes asaj perandërie që ti ke ndërtuar në heshtje.